Ju përshëndes të gjithëve, të nderuar shikues, mirë se erdhët në këtë edicion informativ në News 24. Në ditën e 2 të turit ballkanik, presidenti i Këshillit Evropian Antonio Costa ka mbritur në Tiranë. Në agjendën e tij është një takim me presidentin e vendit Bajram Begaj dhe kryeministrin Edi Rama dhe më pas konferenca e përbashkët për shtyp. Do të lidhem me gazetarin Ergys Gjençaj për më tepër informacione. Ergys, të përshëndes, si është agjenda dhe kur konkludohet me konferencën për shtyp? Cilat janë detajet e zhvillimit? Nisi të përshëndetje, sot është dita e dytë e turit ballkanik të presidentit të Këshillit Evropian Antonio Costa. Ky turi nisi ditën e djeshme me vizitën në Sarajevo, kryeqytetin e Bosnjë-Hercegovinës, ndërkohë që sot presidenti Costa mbrin në Tiranë, fillimisht ka një takim me presidentin e Republikës, zotin Bajram Begaj, e më pas pritet në orën 11:15 të nis takimin këtu në selinë e kryeministrisë, bashku takim me kryeministrin e vendit Edi Rama. Do të jetë një takim i cili do të pasohet me konferencën për shtyp të përbashkët të kryeministrit Rama dhe presidentit e Këshillit Evropian Antonio Costa, konferencë e cila pritet të nisë rreth orës 12:15 minuta. Turi i presidentit Costa do të vijojë më pas në Shkup, Prishtinë, Beograd për të kulmuar më pas në premten më datën 5 qershor me samitin Bashkimi Evropian vendet e Ballkanit Perëndimor në Tivar të Malit të Zi. Nisida duhet të kujtoj një qëndrim, një deklaratë, një mesazh të presidentit Costa të cilin e publikoi para nisjes së këtij turi. 2 ditë më parë, të dielën presidenti Costa në një reagim për publik në rrjetin social X, Costa theksoi se momenti është tani. Tani është koha për të dhënë rezultate e gjithçka lidhet me procesin e zgjerimit të Bashkimit Evropian, zgjerim i cili ka të bëjë sidomos me 2 vendet e Ballkanit Perëndimor, të cilat mund të themi se janë në pararojë të këtij procesi të zgjerimit, Shqipërinë dhe Malin e Zi, por sigurisht edhe me vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor, Maqedoninë e Veriut, po ashtu edhe Serbinë, por edhe përpjekjet e Kosovës për t'ju bashkuar familjes europiane pavarësisht gjithë problematikave apo situatave që ka Kosova në raport me Serbinë. E pra, procesi i zgjerimit të Bashkimit Evropian, por edhe integrimit të vendeve të Ballkanit Perëndimor, e çka na intereson më shumë ne Shqipërisë, pra integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian, është kryefjala e kësaj vizite të presidentit Antonio Costa këtu në Tiranë. Gjithsesi më tepër detaje për sa i përket qëndrimit të presidentit Costa mbi procesin e integrimit evropian të Shqipërisë do t'i dëgjojmë në konferencën për shtyp, por duhet të kujtojmë se Shqipëria tashmë ka hedhur një hap të rëndësishëm në procesin e integrimit evropian, pasi tashmë ka nisur zyrtarisht faza e mbylljes së kapitujve negociues mes Shqipërisë dhe Brukselit zyrtar, paçka se duhen shumë punë, shumë reforma ligjore të cilat duhen ndërmarrë, por jo vetëm reformat ligjore të shkruar në letër është shprehur Brukseli zyrtar, por edhe zbatimi i tyre në terren, pra zbatim konkret të gjitha reformave ligjore. Nisidam? Po, faleminderit Ergys për informacione, do t'i ndjekim zhvillimet e drejt për drejta në vijim. Faleminderit ju. Ndërkohë në Tiranë po mbahet konkursi ndërkombëtar për rikualifikimin e pallatit kongreseve, ku marrin pjesë 5 studio arkitekturore. Kryeministri Rama tha se ndërtesa ka probleme serioze, ndërsa shtoi se ka vend për transformim, por duke ruajtur identitetin e saj. Sipas Ramës, ndërhyrja do të bëhet ku pallat dhe zona të mos mbetet njëshull pa jetë, por të kthehet në një destinacion tjetër të Tiranës turistike dhe kryeqytetit të aktiviteteve kulturore. Pallati i kongreseve është eksaktësisht ashtu siç u tha nga të gjithë ata që folën në dokumentarin e paraqitur, por nga ana tjetër edhe pse me të drejtë profesori dhe njëri nga autorët arkitekt të pallatit e nënvizoi me habi se si ky pallat ka rezistuar në 40 vjet nga i pamja e infrastrukturës vetë brendshme, duhet të them që ndërtesa ka probleme serioze për të adresuar, është koha vërtet për një transformim duke ruajtur identitetin e saj dhe natyrisht thirrja
në bashkëpunim e sipërmarrjes në kupton dhe zhvillimin e një objekti apo një tërësi objekte që do ta shohim nga propozimet pranë Pallatit të Kongreseve. Dhe qëllimi përfundimtar është që ky pallat të vijë në kohë nga hyrpamja e teknologjisë, nga hyrpamja e cilësisë së hapësirave, nga hyrpamja e gjithë strukturës së riorganizuar dhe të riangazhuar cilësisht, por edhe që ky pallat dhe kjo zonë të bëhet një destinacion tjetër i Tiranës turistike, i Tiranës kryeqytet i shqiptarëve, i Tiranës aktiviteteve kulturore dhe i Tiranës aktivitetit të përditshëm social, duke mos e lënë një ishull që është gjithmonë një ishull i heshtur kur nuk ka një aktivitet brenda, po duke krijuar edhe këtu jetë siç kemi krijuar rreth e rrotull gropës dikurshme të stadiumit që sot është një pol tjetër i jetës së përditshme dhe të përnaçme të kryeqytetit. Ka nisur sot zyrtarisht matura shtetërore 2026 me provimin e parë të gjuhës së huaj, mbi 26.600 maturantë në të gjithë vendin i nënshtrohen testimit të gjuhës së huaj si pjesë e procesit të përfundimit të arsimit të mesëm. Sipas kalendarit përcaktuar, provimi ka nisur nga ora 10 dhe përfundon në orën 12:30. Me këtë sprov që ju do të kaloni sot dhe në të 3 ditët e tjera të provimeve ju hapni rrugët e jetës tuaj, qoftë në sektorin e punësimit e profesioneve të ndryshme që do të zgjidhni apo në universitetet ku keni dëshirë të vazhdoni studimet tuaja, thuhet në mesazhin e ministres së arsimit Mirela Kumbaro. Ministria e Arsimit ka publikuar udhëzimet për zhvillimin e provimeve duke theksuar se gjatë testimit është rreptësisht ndaluar mbajtja e telefonave celulare, orëve inteligjente dhe çdo pajisje tjetër që mund të lidhet me inteligjencën artificiale ose komunikimin elektronik, po ashtu nuk lejohen kopjet, komunikimi mes nxënësve dhe përdorimi i materialeve të paautorizuara, ndërsa shkelja e rregullave mund të sjellë përjashtim nga provimi. Mira persona protestuan brëm në Tiranë duke kërkuar anullimin e projektit në Zvërnec. Protesta u organizuar sërish në rrjetet sociale dhe folësit paralajmëruan vazhdimin e saj sot në orën 18. Mira qytetarë marshuan këtë të hënë në bulevardin Dëshmorët e Kombit. Protesta organizuar në rrjetet sociale kërkon anullimin e projektit në Zvërnec, e konsideruar zonë e mbrojtur. Ata rrethuan simbolikisht me tel me gjemba Ministrinë e Brendshme, njësoj siç u rrethua Zvërneci. Ata u zhvendosën më pas drejt kryeministrisë duke kërkuar dorëheqjen e kreut të qeverisë. Protestuesit kërkuan që të anulohet projekti i Zvërnecit dhe ruhet zona e mbrojtur. Anulo projekti! Anulo projekti! Me pankarta ku shkruhet Shqipëria nuk është në shitje, anulo projektin, apo dhe sloganet të drejtë për drejta politike si Rama në burg, Berisha në burg, protestuesit fajsojnë të dy krahët e politikës për atë që po ndodh në Zvërnec. Protestuesit i vendosën në fat 24 orë për tërheqjen e projektit për zonën e Zvërnecit. Ata paralajmëruan një tjetër protestë. Kryeministri Rama ka reaguar pas protestës së dytë të zhvilluar në Tiranë kundër investimit në Zvërnec, duke hedhur poshtë kërkesat për anullimin e projektit dhe duke akuzuar organizatorët për manipulim të opinionit publik. Në një reagim të gjatë në rrjetin social X, Rama tha se aktualisht nuk ekziston një projekt i përfunduar për t'u anulluar, pasi sipas tij ai po hartohet ende nga 5 studio prestigjioze ndërkombëtare të arkitekturës.
Së shpejti, kur projekti jetë gati, do ta prezantojmë publikisht. Kështu që më vjen keq, por nuk kemi projekt për të anulluar, shpret kryeministri. Rama kundërshtoi gjithashtu pretendimet e ngritura nga protestuesit lidhur me përfshirjen e Izraelit në investim, duke I cilësuar ato si gënjeshtra dhe manipulime. Sipas kreut të qeverisë, projekti përfaqëson një investim historik prej 4 miliardë eurosh që do të ketë ndikim të rëndësishëm në zhvillimin turistik të vendit. Rama akuzoi organizatorët e protestës se po përdorin dezinformimin për të nxitur reagime qytetare dhe për të penguar investimet e mëdha në Shqipëri. Më herët, në mbledhjen e grupit parlamentar të Partisë Socialiste, kreu I qeverisë mbrojti publikisht projektin për zhvillimin turistik në Zvërnec, duke kundërshtuar kritikat dhe protestat ndaj tij. Në një ligjëratë prej më shumë se një ore, ai garantoi se mjedisi do të mbrohet dhe mohoi ekzistencën e një projekti të miratuar. Rama tha gjithashtu se nëse do të kishte tradhtuar interesat shqiptare, do të kishte zgjedhur të largohej kokulur. Gjatë një ligjërate për 1 orë e 10 minutash, kryeministri Edi Rama ka mbrojtur projektin për zhvillimin turistik në Zvërnec. Në fjalën e tij, shefi ekzekutivit ju dedikua protestës kundër projektit, që tha se është mbështetur nga manipulues në rrjetet sociale dhe theksoi se nëse gjithçka do të ishte e vërtet, ai vetë do ishte kundër. Ju siguroj që në vendin tuaj edhe unë po njësoj do revoltohesha dhe do rreshtohesha kundër qeverisë dhe kundër kryeministrit sidomos. Natyrisht që sjellja e kompanisë së sigurisë ishte e neveritshme. Kryeministri garantoi se ende nuk ka një projekt final të miratuar dhe se gjithçka është në fazë konsultimesh, por sipas tij një gjë është e sigurt, se biodiversiteti do të mbrohet. Laguna nuk preket. Është e shkruar dhe zhvillimi nuk mund të përfshijë marin. Është e shkruar, kishte marin në versionin e parë. Edhe në dytin, u hoq. Në qëndrimin publik, Rama komentoi dhe qëndrimin e Ministrisë së Jashtme greke. U mahnita nga deklarata e Ministrisë Jashtme të Greqisë, sepse ishte një akt dhune pa diskutim, por nuk ishte një akt dhune shtetërore, siç për shembull ndodh me shqiptarët në burgjet e Greqisë, ose siç ka ndodhur më parë me shqiptar edhe në rrugët e Greqisë. Ishte një akt dhune nga një roje, grup rojesh private, dhe që të ngrihet shteti në këmbë dhe të nënvizoj etnin e protestuesit. Kjo është diçka që sipas meje nuk I shërben marrëdhënieve tona, që janë përsëri në ditët e tyre më të mira. Thirrjet kundër Izraelit, kryeministri Rama I vlerësoi si çmenduri. Një çmenduri totale ajo futja e urrëties për ebrejt dhe shfrytëzimi I dhimbjes Gazës nga ata që I thon vetes musliman, po janë pa din dhe pa iman, duke ju thënë shqiptarëve që po vinë izraelitët të marrin tokën, ju thash që aty janë ata që dim dhe janë 2 bashkëpronarët e kompanisë Power Holding nga Katari. Të përfshirë në projekt janë investitorët më të mëdhenj në sektorin e turizmit botëror. Një holding që zotron kompani në fushat ndryshme dhe që portofolin e turizmit e ka ndër më të shkëlqyerit në botë. Futuni, klikoni powerholding.com. Shkoni tek kompania Assets, që është dhe pjesë prap këtu e regjistruar, dhe do shikoni se kush po vjen në Shqipëri të shkatroj mjedisin, të vrasi pelikanët dhe të sjellë palestinezët. Sipas kryeministrit, kundërshtimet dhe protestat ndaj projektit në Zvërnec janë të motivuara politikisht dhe nuk lidhen me shqetësimet reale për territorin. Sulmet politike mbi projektin nga forcat brendshme që predikojnë ose të kthehemi në komunizëm ose urrëtitjen ndaj shteteve tjera apo nga forcat jashtme nuk e duan këtë projekt. Nuk e duan, shumë e thjeshtë. Nuk e duan. Kjo është konkurrencë.
Kryeministri Rama nuk nguroi të sulmonte edhe analistin Fatos Lubonja, i cili mban qëndrime të forta kritike ndaj qeverisë. Dhe me ju nuk kam parasysh gjithë ata që protestojnë. S'kam parasysh Fatos Lubonjën. Shera parë që përmend emrin për shumë vitesh, po kam pasur mik edhe më vjen keq për të. Por me thënë drejtën vjen keq edhe për ju që të shkoni pas tij. Rama tha se në punët e përditshme, gjithçka e bën patriotikisht. Nëse do të ishte ndryshe, ai përmendi si opsion edhe largimin. Dhe mos e harroni asnjëherë ditën që do të më shkonte në mendje t'ju tradhtoja, do largohesha kokulur dhe nuk do rija më këtu. Investimi në Zvërnec shkaktoi debate edhe në seancën parlamentare një ditë më parë. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha tha se po largohen investitorë dhe huaj, ndërsa kreu i grupit parlamentar i Partisë Socialiste Tauland Balla u shpreh se investimi do të realizohet dhe ironizoi duke theksuar se shpeshherë fqinji ka xhelozi për fqinjen. Sali Berisha dhe Tauland Balla replikuan në seancën plenare për projektin e Zvërnecit. Për Kryedemokratin, Partia Demokratike mbështet investimin, por sipas tij, po bëhen përpjekje për të larguar investitorët. Deklaratë që përgjigjen e mori nga kreu i grupit të Partisë Socialiste, i cili tha se projekti do të realizohet edhe pse të tjerë nuk duan. Serialin e mashtrimit të kreut tuaj që po fliste si kur t'ishte Belinda, Lubia, e pata në gjuhët vetë, që do shkonte në Katun. Në Katun jo në qeli po. Po jani. Do bëhet e investim, edhe ti ndiq rrugën të paktën për pjesën që ishte për investimin, paktën linja zyrtare e asaj që dëgjuam këtu, se ju s'keni faj, ju keni 300 linja në parti dhe nuk merret vesh pari dytin. Por ajo që po them është që është në interesin kombëtar të Shqipërisë që ai investim bëhet. Mos harroni kurrë që si është ajo puna e komshiut. Komshiu gjithmonë e ka zili komshiun. Replikat vijuan edhe mbi investimet e huaja në Shqipëri. Berisha tha se në Shqipëri në 13 vite nuk ka investitor të huaj, ndërsa Balla foli me gjuhën e shifrave. Në gjithë këtë histori që shifni çfarë ka, investitori vetëm në 13 vite i huaj, si të largojmë dhe atë nga Shqipëria. 13 vite nuk ka asnjë investitor të huaj në tokën shqiptare. Një nga kompanit më të fuqishme që do ndërtonte një resort turistik në Laz për 1,5 miliardë euro. I duhet janë zori rumin të kura limuthit dhe ja bëri kockat për shesh fadit. Në vitin 2025, se 2026 është më pak se në gjysmën e vetë, shifra e investimeve të huaja direkte shkon 1,64 miliard euro. Objekt replike mes Sali Berishës dhe Tauland Ballës ishte edhe investimi për ndërtimin e aeroportit të Vlorës. Shifni që po ndodh me aeroportin e Vlorës. Doni t'ja mirë një aksionet, sepse janë në loj 130 milion euro. 10 milion në vit biletat munguara. Kjo është e gjithë puna që i shifni. Dhe pasi vendos gjykata e lartë, del Karakaçi, jo se ka më Karakaçi, ka Balluku, ky ministri, del ky dhe u thotë, gjeni zgjidhje tani, po çfarë zgjidhje? A foli gjykata e lartë, zbato vendimin e gjykatës. Aeroporti i Vlorës është ndërtuar, po përfundon aty ku ka qenë gjurma e aeroportit Vlorës prej 100 vitesh dhe nuk ka pasur asnjëherë asnjë debat për vendodhjen e aeroportit të Vlorës. Shkëputemi për një hapësirë publicitare, kthehemi pas pak. SPAK
ka ndërmarrë një hetim të gjerë për dyshimet mbi tjetërsimin e paligjshëm të pronave në Zvërnec, në zonën ku parashikohet ndërtimi një rezorti luksozi lidhur me investitor ndërkombëtar, përfshi Jared Kushner dhe partner nga Katari. Hetim nga sjell kontrolle në Tiranë dhe Vlorë, ndërsa në fokus janë persona dhe kompani që dyshohet se kanë luajtur rol në skemën e kalimit të pronave dhe zhvillimin e projektit. Prokuroria e posaçme po heton një skemë masive tjetërsimi pronash në Zvërnec, në zonën ku do të ndërtohet një resort luksos, pas të cilit është Jared Kushner, dhëndri i presidentit amerikan Donald Trump si dhe 2 vëllezër milioner nga Katari. Në qendër të këtij hetimi është Artur Shehu, një personazh kontrovers i botës së krimit që jeton prej më shumë se 20 vitesh në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në kuadër të hetimit këtë të hënë prokurorët e posaçëm urdhëruan disa kontrolle të zyrave dhe banesave në Tiranë dhe Vlorë. Pëllum Petrita, ish avokati dënuar më herët për falsifikim dokumentash pronësie, është një ndër subjekte që u nënshtrua kontrollit në banesë nga agjentët e Byros Kombëtare të Hetimit. Ish avokati i familjes Shehu dyshohet se ka qenë përfshirë në skemën e tjetërsimit të pronave në favor të Artur Shehut, ku sipërfaqet e tokës kanë kaluar më pas në emra të personave të tjerë të cilët gjithashtu po verifikohen. SPAK ka urdhëruar kontrolle edhe në banesën e Leonard Bishës, i njohur me Nov Kënqobo, i konsideruar si një nga njerëzit më të afërt të Artur Shehut. Po ashtu në listë është edhe Redi Struga, administratori i kompanisë projektuese Infraconsult SHPK. Sipas rrjetit investigativ BIRN, Struga shërben nëpërmjet kompanisë Albanian Land Development, si nga hallkat lidhse me vëllezërit miliarder Ramez dhe Muhammad Al Kayat nga Katari, të cilët janë pjesë e investimit së bashku me Kushnerin. Projekti në Zvërnec është në qendër të vëmendjes pas incidentit të ndodhur në zonën e rrethuar, ku rojet e sigurisë së kompanisë private tërhoqën zvarr një protestues që pretendonte pronësinë. Pas këtij incidenti pati të arrestuar, shkarkime në radhët e zyrtarëve të lartë të policisë dhe një valë reagimesh dhe protestash në Tiranë. Projekti për ndërtimin e rezorteve në Zvërnec mori jetë në 2021, kur qeveria shqiptare ndryshoi statusin e zonës së mbrojtur. Në gusht të 2024 u themelua shoqëria Zvërnec South Adriatic Development, e cila zotrohet nga një zinxhir kompanish guack në menaxhimin e trastit holandez Deutsche Trust Management BV. Një prej kompanive në këtë zinxhir offshore, Blue Industries Investment Holding BV, zotërohet nga 5 individ anonim, emrat e cilëve mbrohen ligjërisht pasi asnjëri nuk zotëron më shumë se 25% aksioneve. BIRN zbuloi përmes një investigimi se pas projektit fshihet një rrjet vendor i dyshim individësh dhe kompanish. 2 kompanive private të sigurisë, Myrto Security dhe Major Security, u janë hequr licencat pas incidenteve të ndodhura gjatë protestës në Zvërnec. Drejtori i përgjithshëm i policisë Skënder Hita deklaroi se nga verifikimet u konstatuan shkelje të rënda nga të 2 subjektet. Kryepolici foli ndër të tjera me kritika të ashpra ndaj policisë së Vlorës për mënyrën se si u menaxhua protesta. 2 kompanive private të sigurisë, Myrto Security 1.3A dhe Major Security, u hiqen licencat pas protestës në Zvërnec. Nga Vlora, kryepolici Skënder Hita tha se masa ndaj këtyre 2 shoqërive private është marrë pasi janë konstatuar në shkelje. Nga subjekti SHPSF Myrto Security 1.3A dhe SHPSF Major Security rezultoi se të 2 subjektet janë konstatuar në shkelje. Për këto shkelje, mora vendimin për heqjen e licencave për të 2 subjektet e SHPSF-ve private. Nga verifikimet rezultoi se Myrto Security 1.3A nuk kishte marrë masat për sigurinë e objektit dhe nuk kishte zbatuar rregullat për regjimin e hyrjes dhe daljes së personave dhe mjeteve në objekt. Ndërsa për subjektin Major Security, hetimet kanë konstatuar se një punonjës i licencuar së bashku me 2 persona të tjerë të palicencuar dhe të paregjistruar pranë kompanisë, kanë kryer veprime arbitrare ndaj një protestuesi të cilën e goditën dhe e morën me forcë brenda rrethimit të pronës, duke i shkaktuar dëmtime fizike. Kjo protestë çoi në pezullimin nga detyrat të drejtorit të qarkut, Elidon Çela. Drejtorisë vendore policisë Vlorë u shkarkua 2 ditë më parë, për shkak të dështimit në menaxhimin e tubimit të datës 30 maj në Zvërnec, po edhe për informacionin e pavërtet që u përçua publikisht për një qytetar që u mor forcërisht dhe u godit nga rojet e sigurisë private në kantien. Policia u shfaqe fjetur dhe jo profesionale, duke mos ndërhyrë në kohë për të parandaluar marrjen me forcë të qytetarit, apo duke mos identifikuar dhe arrestuar në kohë punonjësit që goditi me grush qytetarin, ku ajo trup në turpëron të gjithëve.
Në krye të policisë së Vlorës, Hita komandoi Edvin Dreun, të cilit i la këto porosi. Do të ketë detyrën e rëndësishme të riorganizimit dhe forcimit të strukturave policore në qarkun e Vlorës në funksion të shërbimit ndaj qytetarëve dhe zbatimit të ligjit. Krahas protestës për Zvërnecin në Tiranë u zhvillua dje edhe një protestë tjetër. Koalicioni Pro Familjes kundërshtoi nismën e Ministrisë së Shëndetësisë për trajtim hormonal të adoleshentëve në spitalet publike. Pastori Akil Pano paraqiti një seri kërkesash drejtuar kryeministrit të Shqipërisë me fokus të veçantë në çështjet e familjes, arsimit dhe politikave shëndetësore. Sipas deklaratës së bërë në protestë, organizatorët kërkojnë që drejtuesit e Ministrisë së Shëndetësisë të largohen nga detyra duke argumentuar se institucioni ka dështuar të mbrojë fëmijët dhe duhet të mbajë përgjegjësi për politikat e ndjekura. Organizatorët e protestës theksuan gjithashtu se familja duhet të mbetet sipas tyre institucioni qendror i shoqërisë dhe se politikat shtetërore duhet të fokusohen në mbrojtjen e fëmijëve dhe prindërve. Mitropoliti i Korçës Imzot Anastasi u bëri thirrje prindërve që të tregojnë kujdes të veçantë për edukimin dhe formimin e fëmijëve të tyre, duke theksuar se familja mbetet institucioni më i rëndësishëm në transmetimin e besimit, traditës dhe vlerave morale. Ai shpreu shqetësimin se shkollat dhe institucionet e tjera nuk janë gjithmonë në përputhje me vlerat që fëmijët dëshirojnë të transmetojnë fëmijëve të tyre. Mitropoliti i paralajmëroi se shoqëria po përballet me ideologji dhe agenda që sipas tij synojnë dobësimin e familjes tradicionale dhe shpërndarjen e lidhjeve shoqërore. Duhet të kujdeseni për fëmijët tuaj. Jeni të bindur që askush nuk kujdeset siç kujdeseni ju, sepse keni rënjet, keni besimin, keni traditën, keni shembullin e të parëve. Dhe fatkeqësia juaj më e madhe që keni fëmijë sot e dikush është, sepse shkolla nuk është në krahun tuaj, sepse në shkollë do t'i mësohet fëmijëve tanë që nuk ka rëndësi se s'jenë, ka rëndësi se si vjesh, dhe ata do t'a orientojnë në një përqindje shumë të madhe që fëmija do mos ndjehet ashtu siç është. Kështu që keni një barë të madhe që t'i ofroni tek Perëndia fëmijët tuaj ashtu siç ja u dha, të qashtë, të pastër, të shëndetshëm, jo vetëm kulturisht, por shpirtërisht mbi të gjitha. Neve qëndrojmë të qetë, mendojmë se nuk do të vi asnjëherë te ne kjo punë, por ata që kemi përballë nuk janë njerëz që rastësisht të bëjnë këtë gjë. Nuk janë njerëz që ngrihen në mëngjes se dhe thonë, hajde ç'të mundi të bëjmë sot. Jo, janë njerëz që kanë agjenda të mirë caktuara dhe kanë vënë në syrin e tyre, si qëllim të tyre, fëmijët tuaj, familjen tonë, për të shkatëruar shoqërinë tonë, për të na shpërbërë, për të qenë thjesht individ dhe konsumator, sepse kështu na kanë më të lehtë kanë për të na zotëruar. Ndërkohë informacione më i fundit po e ndiqni edhe përmes fleshit informativ me titra ish presidenti i vendit Ilir Meta sapo ka mbërritur në Çepan të Skraparit për të marrë pjesë në ceremoninë mortore të babait të tij. Këto janë pamjet që mbërrin nga Çepani ku zoti Meta ka mbërritur, shikoni edhe automjetin e policisë Burgjeve. Babai i tij Recep Meta, i cili do të prehet në vendlindje, ndroi jetë një ditë më parë. Ish presidenti Meta e la qelin e burgut 313 që në orën 7 të mëngjesit, ja tek shihni zotin Meta që merr pjesë në ceremoninë e përcjelljes të babait të tij. Ka lënë qelin pra siç po thoya në orën 7 të mëngjesit, i shoqëruar nga efektivët e policisë të Burgjeve. Recep Meta ka ndruar jetë në moshën 83 vjeçare, kurse në 1 qershor, Ilir Meta përcolli lajmin e trishtueshëm për ndarjen nga jeta të babait të tij, duke shprehur dhimbje e hidhërim të thellë. Ndër të tjera, për të gjithë miqtë dhe dashamirësit, familja Meta do të presë vizita ngushëllimi në datën 3 qershor, nga ora 9 deri në orën 21 në ambientet e Hotel Rogner në Tiranë.
Shikoni pra se si zoti Meta ish presidenti i vendit takohet me miq, familjar, dashamirës, të cilët janë në këtë ceremoni për përcjelljen për në banesën e fundit të babait Ilir Metës, lodhet në qepan të Skraparit. SPAK i ka dhënë leje zotit Meta për të marrë pjesë në këtë ceremoni. Ka lënë qelinë e burgut 313 në Tiranë orën 7 të mëngjesit sotëm. Pamjet janë filmuar pak minuta më parë në qepan të Skraparit. Ka një numër të konsiderueshëm njerëzish që marrin pjesë në këtë ceremoni. Zoti Meta është shoqëruar nga policia e burgjeve. Recep Meta ka ndruar jetë një ditë më parë në moshën 83 vjeçare. Vëllai i zëvendës ministres së mjedisit u aksidentua për vdekje në Lushnjë teksa kryente manovrat rrezikshme në rrugë dhe më pas tentoi t'i largojë policisë. 43 vjeçari Ernis Xhumari fillimisht u afrua pranë komisariatit Lushnjës dhe bërtiste me zë të lartë, ndërsa patrulla e policisë u afrua për të konstatuar se çfarë po ndodhte. Shoferi sapo pa policinë u largua me shpejtësi, duke u përplasur me barierat e rreth rrotullimit. Një 43 vjeçar në Lushnjë u aksidentua për vdekje teksa u përpoq t'i largohej policisë. Rreth orës 1:45 pas mesnate, punonjësit e sallës operative të komisariatit të policisë Lushnjë, nëpërmjet kamerave të sigurisë, konstatuan përpara komisariatit një automjet tip Mercedes-Benz, duke kryer manovra të çrregullta dhe më pas, shoferi Ernis Xhumari ka dalë nga automjeti duke bërtitur para komisariatit, veprim të cilin e ka përsëritur disa herë. Në këto kushte, salla operative ka njoftuar patrullën e përgjithshme që ishte në shërbim në qytet për t'u afruar në komisariat, me qëllim verifikimin e drejtuesit të automjetit dhe arsyen e sjelljeve të tij. Shoferi 43 vjeçar Ernis Xhumari, sapo pa patrullën e përgjithshme që vinte drejt komisariatit, u largua me shpejtësi të madhe dhe pas disa minutash dyshohet se për shkak të shpejtësisë së madhe dhe humbjes së kontrollit mbi drejtimin e automjetit, u përplas me borduret anësore të rrugës në vendin e quajtur rreth rrotullimi i plastmasit dhe më pas mjeti u përmbys. Përpasoj automjeti pësoi dëmtime dhe deformime të shumta, ajsa u kërkua ndërhyrja e forcave zjarr fikse për nxjerrjen e shoferit nga automjeti. Në kanin të Vlorës, një automjet tip Volkswagen u përplas me një fugon, nga përplasja e fortë u plagos njëri nga shoferët i cili u dërgua në spital dhe mësohet se është në gjendje të rëndë shëndetësore. Në vendngjarje mbritën menjëherë shërbimet e emergjencës, ndërsa është dashur ndërhyrja e forcave zjarr fikse të Vlorës për të nxjerrë drejtuesin nga automjeti pasi mbeti bllokuar brenda. Policia po punon për zbardhjen e rrethanave të aksidentit. Presidenti Donald Trump raportohet ta ketë quajtur kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu të çmendur gjatë një telefonate mes tyre duke kërkuar që Izraelit ndërpres sulmet ndaj Libanit. Trump e akuzoi Netanyahun për mosmirnjohje duke i thënë se ai do të ishte në burg nëse nuk do të ishte për ndërhyrjen e presidentit të Shteteve të Bashkuara pas telefonatës Izraeli ndërpreu sulmet ndaj Libanit. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump raportohet ta ketë quajtur kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu të çmendur gjatë një telefonate mes tyre, duke kërkuar që Izraeli të ndërpres sulmet ndaj Libanit. Sipas mediave ndërkombëtare të hënën në mbrëmje, presidenti amerikan i tha kryeministrit izraelit se të gjithë e urrenin atë dhe vendin e tij, ndërsa e paralajmëroi Netanyahun të mos bënte asgjë që të rrezikonte negociatat me Iranin.
Axios raportoi se Trump e kishte quajtur zotin Netanyahu të çmendur, e kishte akuzuar atë për mosmirënjohje dhe kishte pretenduar se do të ishte në burg nëse nuk do të ishte për ndërhyrjen e tij, ndoshta një referencë për hetimin e tij të vazhdueshëm për korrupsion, të cilin zoti Trump i ka kërkuar Izraelit ta ndërpres. Izraeli ndërpreu sulmet hakmarrëse ndaj një fortesë të Hezbollahut në Beirut pas telefonatës së tensionuar dhe tërhoqi trupat në rrugën drejt kryeqytetit libanez Beirut, njoftoi presidenti Trump sipas Times of Israel. Shefi i shtëpisë së bardhë njoftoi se pas telefonatave shumë produktive me zotin Netanyahu dhe përfaqësuesit e Hezbollahut, të dyja palët ishin zotuar të zvoglonin luftimet. Një sulm në shkallë të gjerë gjatë natës me dron dhe raketa nga Rusia në Kiev dhe qytete tjera la të vrarë të paktën 13 persona dhe 10 të tjerë u plagosën përfshi fëmijë, thanë zyrtarët Ukrainas. Sulmet vijnë disa ditë pasi Moska paralajmëroi për sulme të reja ndaj kryeqytetit Ukrainas. Kryetari i Bashkisë Kievit, Vitali Klitschko, raportoi për dëme në ndërtesa banimi. Një sulm në shkallë të gjerë gjatë natës me dron dhe raketa nga Rusia në Kiev dhe qytete të tjera, la të vrarë të paktën 13 persona dhe 10 të tjerë u plagosën, përfshirë fëmijë, thanë zyrtarët Ukrainas. Sulmet vijnë disa ditë pasi Moska paralajmëroi për sulme të reja ndaj kryeqytetit Ukrainas, përfshirë edhe ndaj atyre që i quajti qendra të vendimarrjes në Ukrainë dhe u bëri thirrje shtetasve të huaj dhe diplomatëve që të largohen nga qyteti. Rusia lëshoi 73 raketa dhe 656 dron gjatë natës, teksa sulmet u regjistruan në 38 zona në mbar Ukrainën, kryesisht në Kiev, thanë forcat ajrore ukrainase më 2 qershor. Kryetari i Bashkisë së Kievit, Vitali Klitschko, raportoi për dëme në ndërtesa banimi, në një klinik, në një pikë karburanti, makina dhe infrastrukturë tjetër në disa pjesë të kryeqytetit, si dhe për shpërthimin e disa zjarreve, shembjen e ndërtesave dhe ndërprerje të energjisë elektrike. Do që të edicionin informativ të orës 11 në News 24 për më gjërë, juftojmë të klikoni në balkanue.com për lajmin më të fundit, gjithashtu ju mund të ndishni edhe në live stream, si e në kanalin ton zyrtar në YouTube, News 24 Albania. Ju falenderoj për vëmendjen tuaj.